Eurovisioni 2025. Shkodra Elektronike zhvillon provën e parë në Basel. Grupi Shkodra Elektronike me këngën Zjerm, përfaqësimi i Shqipërisë këtë vit në Eurovision Song Contest, u ngjit në skenën e madhe të Eurovisionit në Basel të Zvicrës për zhvilluar provën e parë skenike. Gjithashtu për herë të parë artistët prezantuar edhe veshjen e tyre skenike. Kostumet janë krijuar nga stilistja Irina Dema, njëherë është nëna e këngëtares Beatrice Gjergji, dy artistët shqiptar Beatrice Gjergji dhe Kolaca në këngën e tyre Zjerm janë renditur në klasifikimet më të larta në disa prej sondazheve të organizuar nga fansat e Eurovision. Gara e këtij festivali që mbahet në Basel të Zvicrës do të përbëhet nga 2 gjysmëfinale që mbahen më 13 dhe më 15 maj dhe një finale më 17 maj. Shqipëria do të garojë 12 në radhë në gjysmëfinalen e dytë më 13 maj. Trenetet e Eurovisionit do të prezantohen nga Hazel Brugger dhe Sandra Stüder me Michel Hanziker që do të bashkohet në finale.